e kam parë në internet dhe pastaj kam marrë përkthimin asaj se çfarë thoshte në ato tabela dhe isha e befasuar. Ai thirret vetëm në listën tonë publike, ajo listë e viktimave e 13.570 personave është listë e viktimave të verifikuara, të konfirmuara dhe të konstatuara që nga 1998. Në bazë të më shumë se 30.000 burime të ndryshme, por në këtë listë publike kemi vetëm dhënat për atë që dikush ka qenë civilës ushtar, por ai me siguri nga mosdia, sepse kjo edhe në ushtar, si po të ishte një luftetar, dhe pastaj pa dije, ai merë temën e burgut të Dubravës dhe pastaj në atë ekspozit vendos diçka që kisha thënë tash në nivel elementar, mund të vrejtë se diçka e këtil është pa dije, pa ndjesi të vendoset që në burgun e Dubravës të jenë vrarë. 48 personat armatosur, përveç kësaj në fakt vrejtë. E dini, një gjë është ushtare, diçka tjetër është ai që është luftetar. Ka shumë pjesëtar të UÇK-s që janë luftetar, por ka edhe pjesëtar të UÇK-s që nuk janë luftetar, por kanë qenë përfaqësues politik të idesë, si pjesëmarrës të UÇK-s, por nuk kanë marrë pjesë drejt për drejt në luftime. Pra pjesëtar i UÇK-s ushtar në Kosovë, si në vendet e tjera, është një status në bazë të cilit në fakt shteti bën evidencën. Pra ushtar, por kjo nuk është një evidencë e luftetarëve. Për këtë bëhet fjalë, pra ekspozita. Nuk mund të bëhet në këtë mënyrë dhe duhet të bazohet mbi hulumtime. Nuk ka hulumtim të këtil, kjo është bërë nga organizatat ndërkombëtare, të cilat janë profesionale në këtë punë. Adriatik Kelmendi shumë ka marrë pjesë në hulumtimet e organizatave ndërkombëtare, e din se si në fakt dokumenton edhe viktimat edhe krimet, prandaj edhe Fondi për të drejtën komunitare është e vetmja organizatë e cila në një mënyrë serioze të duhur metodologjikisht dhe në bazë të dokumentave të shumta që mundësojnë verifikimin e dhënave të ngjarjeve, ka dokumentuar hulumtimin dhe mbi bazën e burimeve të verifikuara. Por këtu bëhet fjalë edhe për diçka që mund të shikohet zeza mbi të bardhë, si mund të jetë dikush me armë në burg. Kështu që a bëhet fjalë për një gabim të autorit të ekspozitës dhe të librit, apo ka qenë ndonjë qëllim me këtë qasje? Unë mendoj se kjo është, nuk mund të them asgjë tjetër, por veç se është mosdije. Pra, interpretojmë se pjesëtar i UÇK-s, i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është person i armatosur. Kur pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës arrestohet, ai sipas konventës së Gjenevës bëhet personi mbrojtur. Pra dhe cilësia tjetër ndalet, por në kuptimin shoqëror, social e të tjera, ai është pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili ose është akuzuar, ose është dënuar, ose është arrestuar, nuk është akuzuar, është arrestuar për shkak të mendimit politik dhe veprime politike, por ai nuk mund të shpallet personi armatosur, nuk mund të shpallet luftetar, sepse nuk e njeh drejta ndërkombëtare, një status të këtill dhe natyrisht kjo pastaj krijon një pasqyrë krejtësisht të pasaktë asaj se çfarë ka ndodhur. Ato në fakt nuk janë, pra, as në ato hetimet paraprake, as në Serbi nuk janë munduar
që pjesëtarët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës që kanë qenë në burgun e Dubravë të flitet për ata që janë vrarë pjesëtarë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe në ato time flitej për ata që rojet, policia, pjesëtarët e policive speciale kanë vrarë të burgosurit të cilët me konventat ndërkombëtare dhe me ligjet vendore në atë kohë, në fakt, me vetë privimin nga liria para burgim bën personat e mbrojtur, prandaj edhe atër flitej ekskluzivisht vetëm për të burgosur dhe natyrisht hulumtimi jonë ka treguar që numri më i madh i personave në Dubravë edhe në mesin e të vrarëve kanë qenë të burgosur politik, ata të cilët ishin akuzuar, dënuar ose privuar nga liria për shkak të angazhimit të tyre politik. Sipas mendimit tuaj, cili është rreziku afatgjat për kulturën e kujtesës në Kosovë, nëse ekspozitat si këto me gabime faktike ngelen e hapësirë publike? Mendoj se të gjithë duhet të harrojmë këtë ekspozit që tash, unë kam një ide të fuqishme të shohim ka një moritje jashtëzakonshme dokumentesh nga të grumbulluar nga ishtë të burgosurit, kemi mbledhur shumë prova lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në Dubravë. Neve si fond kemi në hulumtim dhe hulumtuesit tanë kanë grumbulluar deklarata shumë të çmueshme edhe të familjarëve, edhe të mbjetuarve, kështu që është një nga krimet më të dokumentuar, kështu që një ekspozit për Dubravën do duhet të bëhej, por të jetë krejtësisht e sakt ndaj sipas të gjitha rregullave metodologjike që çdo edhe të mund të verifikohet, konfirmohet nga disa burime të ndryshme të pavarura. Dhe neve si fond me kënaqësi do të merrnim pjesë dhe të kontribuonim për të treguar që në këtë krim si dhe në të tjerat ekzistojnë një numër shumë i madh burimesh që konfirmojnë njëri tjetrin, pra vërtetojnë, për shembull, vërtetojnë çdo gjë që ka ndodhur me 21 maj, çka ka ndodhur me 19 maj, çka ka ndodhur me 22 dhe 23, sa ishin të plagosur, nëse mund të them, edhe kjo sipas evidencës sonë, mbi 150, edhe pse neve nuk kemi bërë një evidencë të plagosurve, por vetëm kemi evidencë dhe prova të fuqishme për të plagosurit. Pra, edhe në ngjarjet me 22-23 kur rojet, komandantët policët, pjesëtarët e njësisë speciale vrasin të burgosurit. Kemi këtë pasqyrë shumë të saktë sa të plagosur pas kësaj, pra pas disa ditësh, në fakt, sa ishin të plagosur dhe kishin humbur jetën nga plagat e marrë gjatë sulmit policisë dhe disa edhe gjatë bombardimit të NATO-s. Edhe pyetja e fundit, librin e Eshkil Zengashit, masakrat në Kosovë ka mbështetur dhe ka përdarë qeveria Kosovës përmes ambasadave të veta si dokument zyrtar për krimet të luftës. Marë parasysh se fondi tani po tregon për gabimet rënda faktike në këtë libra, konsideroni që shteti do duhet të tërhiqte zyrtarisht këtë publikim. Mendoj se libri se libër, masakrat në Kosovë nuk është rezultati i hulumtimit. Nuk mundet asnjë libër të publikohet që në fakt të mos kujdeset për atë se çfarë është konstatuar në gjykatë. Mbi të gjitha kanë fjalën për tribunalin e Hagës. E dini, tribunali i Hagës ka konstatuar fakte të atilla për sa i përket krimeve në Kosovë, saqë asnjë luftë